Ushtria amerikane tha se do të fillojë bllokadën e të gjitha hyrjeve dhe daljeve të anijeve nga portet iraniane nga e hëna, duke lehtësuar kërcënimin e mëparshëm të presidentit Donald Trump për bllokim të plotë të ngushticës së Hormuzit. Ky veprim vjen pas bisedimeve maraton për armëpushim midis SBA-s dhe Iranit në Pakistan, të cilat përfunduan pa një marrëveshje dhe përgatitën terrenin për një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Ndërsa udhëhecit iranian kanë thënë se do t'i përgjigjen bllokadës. Komanda qendrore e ushtrisë amerikane njoftoi se bllokada do të përfshinte të gjitha portet iraniane, duke filluar nga ora 10 e mëngjesit, sipas orës lindore amerikane. Më vonë të dielën Trump vazhdoi debatin e tij publik me Papa Leon për luftën, duke sulmuar atë në një postim në Truth Social, në të cilën e quajti kreun e kishës katolike të tmerrshëm në politikën e jashtme. Ky sulm jashtëzakonisht i ashpër erdhi pasi Papa dënoi luftën dhe u kërkoi udhëhecësve politik të ndalonin luftimet dhe të negocianin për paqe. Pas sulmit ndaj Papës, Trump poston foto me AI si Jezusi. I njëjti nuk bëri komente shtesë në mbishkrimin e postimit të tij. Bllokada synon të ushtrojë presion shtesë mbi Iranin, i cili ka eksportuar miliona fuqi naftë që nga fillimi i luftës, kryesisht përmes të ashtu quajturave tranzite të errta që shmangin sanksionet dhe mbikëqyrjen nga qeveritë perëndimore.